Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në Blu Televizion, ku do të ndjekim së bashku zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Nisi me aktualitet. Investimi që do të kryhet në Zvërnec ka rikthyer edhe një herë frikën tek banorët e një ndër fshatrave më të vjetër të Vlorës. Banorët pohojnë se nuk janë as pak kundër investimit, i cili tek fshati apo qyteti do të sjellë zhvillim. Por sipas tyre, ata mbrojnë të drejtën e pronës së trashëguar. Investimi që do të kryhet në Zvërnec ka rikthyer edhe një herë frikën tek banorët e një ndër fshatrave më të vjetër të Vlorës. Banorët thonë se përpara syve të tyre kanë parë që tokat që posedojnë me dokumentacion të rregullt janë të rrethuara. Banorët e Zvërnecit pohojnë se nuk janë as pak kundër investimit, i cili tek fshati apo qyteti do të sjellë zhvillim, por sipas tyre e drejta e pronës duhet mbrojtur. Banorët e Zvërnecit kërkojnë që nëse pronat e tyre do të përdoren për investimin në fjalë, ata duhet të shpronësohen sipas të drejtës së pronësisë dhe në vlerën e duhur. Banorët pretendojnë se të gjitha tokat i kanë të trashëguara dhe nuk e falin tjetërsimin e pronës. Ata shprehen se nuk kanë marrë pjesë në protestë, por fëmijët e tyre kanë shkuar pasi kundërshtojnë tjetërsimin e pronave që po ndodh aktualisht. Për tokat janë të fshatarëve, ato i keni në tafi. Ato na duam ta dimë ne. Ku që ka dhënë të drejtën atia, erdhi aty pjesure. Ai që e mori këtë vendim kishte. Është ndarje pa drejtë? Pa drejtë. Se tokat janë të fshatët, të fshatarëve. Dhe nuk janë të shtetit. Juve dolët në protest? Vajtë ndjem, të erdhën nga Greqia, lartë punën atje dhe erdhën. Kërkohen të drejtën e tyre. Jeni prapë kundër kësaj gjë? Ne. Neve do vdesim ne, do t'i jalim të rëshikim fëmijëve. Si kanë vdekur prindët tanë lanë edhe ne do t'i lëm fëmijët. Ato janë pronat tona, edhe nuk janë pronat e shtetit. Ne kemi në tapi, deri tani ne i pagojmë. Ne s'jemi kundërshtim që të mos bëhet. Po pronat janë private, pronar jam, patjetër, pronar jam. Si e shikoni këtë? Se nuk, kjo, nashi qeveria është qeveri, nuk bëjmë luft me qeverin, po si është puna, ne s'dim asgjë. Është shitur ashtu, ne e pam që ishte usur, prona jonë. Ju jeni dakord me atë? Me atë? Që dakord jemi? Jo, prona është private, nuk është se jemi dakord neve. Pa drejtësia. Pa drejtësisht, patjetër. Atë në kërkojmë. Nuk dhe japin, para që as certifikatat e tokës nuk dhe pronësisë, ne kemi vetëm kur u bë reforma, kemi ata që tapit e tokës. Ato kemi. Që figuron tokat në emrin ton private. Që janë Den Babadeni. Mua ma ka dhënë jati, baba im, jati gjyshi, me radhë. Mi toka tona, vëlla, që kur janë. Unë më mirë të gjyshi me gomarën kishe vogël, dhe punonjën atë që bënjëm, neve bënjëm gjitha to atje, qep dhe që grus bënjëm, vëlla, nuk orat e para. Ishte e fshatit ajo, gjithi kemi, neve jemi të fshatit, i kemi toka tona atje. Keni me dokumenta? I kemi, si kemi kështu. Si e shikoni këtë rrethimin që është bërë? Si shikojmë, nuk është një, unë se kisha parën dhe se s'kisha vajtë, nuk e buri më ka ikur, kretit, gjemt i kam larkë, dhe s'ka vajtë, kur i pashtë në televizor që këshin curur, se erdhën djemë të muaj, që vajtën atje. Erdhi vajza me dhëndrin, erdhi dhe djali me nusen, dhe erdhën shikuan, ma se do vim prapë. Po, të bëhet ndo një gjë, vëlla, që neve kemi toka tona, të japin, si të themi, të japin ndo një jeka. Ke frikë se mund ja marrin tokën? Jo, mës të marrin, më mirë mës të marrin tokë. Jeni të friksuar ju që do ju marrin? Jemi të kemi kështu. Është gjuna, vëlla, se neve që në korat e para punojmë në kooperativ. Mitë nga pak gjithë fshati ka atje. Si e shikoni? Po, na vjen keq për atë që po ndodhin. Gjuna për atë të djalin që i që nosh, sa del nga mendja. Ajo. Është gjuna. Që maskare njerë të posër janë. Qarë duarë ata? Të shpronësojmë njerëzit edhe të bëjat e mirë, kështu gjukon gjithë fshati, gjithë populli. Ju keni tokë? Kemi. Në këto momente? Po, kemi.
kemi. Kur të atje janë të regjistruara, i dinë ata shumë mirë. Edhe i gjejnë. I dinë ata. Ka i gjithë fshati, nga pak, nga shumë, kush nga pak, ka gjithë fshati, kjo qua fshati. Po. Ju keni shkuar për të? Po, neve plequn, neve mi të disëmur me plakun, vajtën të tjerët, vajtën djemët, vajtën uset, vajtën, unë nuk munda do të, unë jam dësëmur me qupë. Nashti nuk e dim kjo të bëhet e pa drejtë, të bëhet e mira, themi. Investimi në Zvërnec pritet të prek jo vetëm pronat e këtij fshati, por dhe ato të banorëve të Nartës, si dhe të banorëve të zonës së Pishporos dhe Hidrovorit, një investim ky i gjerë në territor, i cili fillon nga Dajlani për të përfunduar në zonën e Hidrovorit dhe Portonovës. Pas ditën e sënës, përfaqësues të shoqërisë civile, intelektual, përfaqësues biznesi, specialist mjedisi në Vlorë kanë zhvilluar një protestë paqësore për të kundërshtuar anullimin e projektit të Zvërnecit. Por jo vetëm, protestuesit kanë bërë thirrje kundër klasës së vjetër politike, duke kërkuar largimin e saj. Përfaqësues të shoqërisë civile, intelektual, përfaqësues biznesi, specialist mjedisi në Vlorë janë ngritur përgjatë së hënës në një tjetër protestë paqësore për të kundërshtuar projektit të Zvërnecit me pankarta në duar, të cilat i drejtonin thirrje qeverisë shqiptare, por dhe me pankarta të emrave të çdo fshati të rrethit të Vlorës, me dhjetra qytetarë vlonjat dhe jo vetëm kërkuan anullimin e projektit të Zvërnecit. Sipas tyre tashmë arsyeja nuk është vetëm Zvërneci, por është më e madhe se kaq, teksa kanë vijuar me thirrje kundër klasës së vjetër politike duke kërkuar largimin e saj. Arsyet për të protestuar sipas tyre janë disa, nga pensionet deri tek ato më madhoret. Protestuesit thonë se protestat do t'i vazhdojnë duke mos u ndalur, teksa drejt kryeqytetit çdo ditë nisen autobus me protestues nga Vlora në mbrojtje të drejtave të qytetarëve. Po ne pensionistë jemi o bira, atë kërkojmë. Si që kërkojnë ju të rinë, të gjithë të drejtat kërkojmë dhe ne me fëmijët tanë. Ne protestojmë për një Shqipëri më të lirë, më demokratike, më transparente. Ne protestojmë për gjithë të ardhmen e kombit shqiptar që ndodhet në gjithë botën, për gjithë shqiptarët që janë tradhtuar, janë përzënë nga këto troje me çdo lloj forme. Protestojmë për popullin që nuk ka asnjë lloj sindikat. Sindikata nuk ekzistojnë fare, janë falso. Ka 35 vjet që nuk njihet fjala sindikat për popullin e lirë, sindikat e punëtorëve nuk ekziston. Protestojmë për një heqje frike, sepse çdo njeri në administrat shtetërore merret me dhunë, me presion për ta mbajtur pushtetin politikanët e korruptuar në Shqipëri. Arrini mbajnë në presion për një rrogë minimale, një rrogë që nuk dalin as për nevojat personale të jetës së tyre, të përditshme. Ne protestojmë për gjithë ambientin që nuk ka asnjë lloj transparence. Vazhdimi i protestës do të jetë maksimalisht, do të jetë çdo ditë pa ndërprerje. Biles japim dhe një mendim të qartë popullit në datën 13 qershor. Nga Vlora do të nisen autobusa pa fund, vajtje dhe ardhje janë gratis, janë falas. Vetëm që populli të vijë të manifestojë lirshëm në kryeqytet. Dojmë të vini, ne jemi të gjithë bashkë që po e sjellim të ndryshim dhe të gjithë bashkë duhet ta themi fjalën tonë sot. Mund të shërbejmë si frymëzim të gjithë së bashku. Prandaj edhe duke ardhur të flasim këtu, është një shembull që japim, na ndjekin të tjerët. Briteni dhe sikletin për të folur. Nuk kanë munguar në protesta se migrantë ardhur nga Italia, të cilët besojnë se Shqipëria meriton të jetë një vend më i mirë. Fëmijë që është qenë më ndjeshme në botë e nu hap rreziku me miliona kilometra larg që vinë këtu çdo ditë. Çfarë po bëni? Kam detyrë morale të vi të mbaj këtu, të përkrah qytetarët e mi, të përkrah Vlorën time, Vlorën ku unë kam lindur, jam rritur, jam formuar dhe jam kjo gruaja që jam sot. Jam krenare, do jem gjithmonë përkrah Vlorës. Më bëhet qefi për këta të rinjt që janë këtu. Më ngrohet zemra, më bëhet mal sepse ju të rinjt jeni ardhmja e Vlorës. Jeni shpëtimi Vlorës. Kam vajtur në jashtetit, kam punuar, kam krijuar diçka, po vjen një pikë në jetë që do të thotë që
të jesh një sklave moderne, të arrish të kesh një shtëpi, të arrish të kesh diçka më tepër, nuk do të thotë që je i lumtur apo ke arritur qëllimet e tua. Qëllimet tona janë të jemi njerëz të lirë, të jemi njerëz të lirë, të duam njëri tjetrin dhe të mbrojmë atë dheun ton, traditat tona, rrënjët tona. Kjo traditë si mbetet duke mbështetur të rinj dhe duke mbrojtur të drejtën, mbi të gjitha të drejtën që po na i heqin, e që po na i vjedhin mbi të gjitha. Ndërkohë si zakonisht, protesta e përfaqësuesve të shoqërisë civile është vendosur në rrugët e qytetit. Protestuesit kanë nisur të marshojnë nga sheshi i Flamurit në drejtim të shëtitores bregdetare, me thirrjet Revolucioni Flamingo, Berisha në burg, Rama në burg, apo mbani duart larg nga Zvërneci. Është zhvilluar këtë 9 qershor provimi i dytë i maturës shtetërore 2026, gjuhë shqipe dhe letërsi. 1124 maturantë të zyrës vendore Bashkia Vlori Mar janë nënshtruar provimi të shpërndar në 6 qendra provimi. Maturantët në të gjithë vendin janë nënshtruar këtë të martë provimit të dytë të maturës shtetërore 2026, atij të gjuhës shqipe letërsi. Në zyrën vendore të Bashkisë Vlori Mar është 1124 numri maturantëve që janë testuar në provimin që ka nisur në orën 10 e ka përfunduar në orën 12:30 minuta, sipas kalendarit të miratuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit. Ky proces është organizuar në 6 qendra provimi me 6 përgjegjës në qendra dhe ka përfshirë gjithsej 1124 maturantë, të cilët vinë nga 21 shkolla publike dhe jo publike. Për administrimin dhe mbarvajtjen e provimit u angazhuan 127 administrator, të cilët u thirrën të zbatojnë të gjitha udhëzimet, si dhe standardet e përcaktuara nga Ministria e Arsimit. Në këtë proces të rëndësishëm kombëtar u angazhua edhe Policia e Shtetit, po ashtu strukturat shëndetësore si dhe operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike, me mbështetje për garantimin e sigurisë së rendit, gatishmërisë mjekësore dhe vijimësisë së energjisë elektrike. Sipas njoftimit të ministrisë, pas provimit të gjuhës shqipe dhe letërsisë do të jetë provimi i matematikës në datën 16 qershor dhe më pas ai i lëndës me zgjedhje më 23 qershor. Pak ditë para nisjes së provimeve, Ministria e Arsimit Mirela Kumbaro bëri të ditur se përgatitjet për maturën shtetërore nisën qysh në dhjetor të 2025-s, me miratimin e rregullores së re dhe publikimin e testeve model për maturantët. Sipas asaj, procesi u shoqërua me testime provë në qendrat e provimeve, ku simuluan të gjitha kushtet e zhvillimit të testit, nga organizimi logjistik deri tek masat e sigurisë. Rregulloria e këtij viti është ashpërsuar krahasuar me vitin e kaluar, duke përcaktuar më qartë detyrat, përgjegjësitë dhe sanksionet për administratorët dhe strukturat përgjegjëse për zhvillimin e provimeve. Po kështu nuk u lejuan telefonët celular, orët inteligjente si dhe çdo pajisje tjetër elektronike gjatë testimit. Një aksident i rëndë është regjistruar mëngjesin e kësaj të martë në aksin Vlorë-Rikun pranë fshatit Radhim. Një aksident janë përfshirë 3 automjete. Si pasojë e përplasjes ka humbur jetën drejtuesi i mjetit BMW, i cili po udhëtonte nga Orikumi drejt Vlorës. Ndërkohë 2 mjetet e tjera janë përfshirë nga flakët. Një aksident i rënd ka ndodhur mëngjesin e sotëm në bypassin e Vlorës, ku 3 mjete, një lloj Benz, një Seat, por edhe një BMW janë përfshirë në të. Si rrjedhoi, mjetet pas aksidentit e kanë shpërthyer në flak. Kanë mbetur të plagosur rënd 5 persona, 4 shtetase egjiptianë, gjithashtu burimet e policisë së Vlorës konfirmojnë se edhe një shtetas ka humbur jetën. Një aksident i rënd rrugor është regjistruar mëngjesin e sotëm rreth orës 07 në aksin Vlorë-Orikum, pranë fshatit Radhim. Në aksident janë përfshirë 3 automjete, një Benz, një BMW dhe një Seat. Si pasojë e përplasjes ka humbur jetën drejtuesi i mjetit BMW Cabello, i cili po udhëtonte në drejtimin Orikum-Vlorë. 35 vjeçari Cabello ishte i bllokuar në automjetin tip BMW dhe fatkeqësisht ka humbur jetën në vendngjarje. Për shkak të dëmtimeve të rënda dhe deformimit të mjetit nga përplasja, zjarfikësve ju desh rreth 30 minuta për të nxjerrë trupin e viktimës jashtë automjetit. Nga aksidenti kanë mbetur të dëmtuar lehtë 5 pasagjerë me shtetësi egjiptiane, të cilët ndodheshin në mjetin Benz. Ata janë transportuar drejt spitalit për ndihmë mjekësore.
Pak minuta pas përplasjes, automjetit janë përfshirë nga flakët. Shoferi Seat nuk ka pësuar dëmtime. Dyshohet se shkak është bërë një prakalim i gabuar i mjetit T-Benz dhe shpejtësia, ndërsa nga testi i alkoolit të dy drejtuesit kanë rezultuar 0,00 mg. Shërbimet policore ndodhen në vendngjarje dhe po punojnë për zbardhjen e plotë të dinamikës së aksidentit. 6 persona janë arrestuar në Vlorë si një pjesë e një grupi me rrezikshmëri të lartë. Sipas njoftimit zyrtar, grupi dyshohet se ishte i përfshirë në veprimtari kriminale në fushën e krimeve kundër personit dhe trafikun e lëndëve narkotike. Policia njofton se një grup me rrezikshmëri të lartë shoqërore që vepronte në Vlorë dhe Fier është goditur mbrëmjen e së hënës nga një aksion policor në fshatin Vranisht. Policia ka publikuar pamjet teksa rrethon lokalin ku ndodheshin 6 anëtar të grupit, të cilët janë arrestuar në flagrancë. Mes të arrestuarve është dhe 55 vjeçari Aligjoni, autori plagosjes me armë zjarri të 27 vjeçarit Laza, ngjarje ndodhur 2 ditë më parë në lagjen 24 maj. Shtetasi me inicialet ID është prangosur gjithashtu sipas policisë, pasi rezultoni shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Italia, pasi gjykata e apelit në Lecce në vitin 2024 e ka dënuar me 6 vjet e 8 muaj burgim për veprat penale, trafikimi i lëndëve narkotike dhe pjesëmarrja në organizat kriminale me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike. Gjatë operacionit u sekuestruan 4 armë zjarri, pistoleta, municion luftarak, 7 celular, 1.850 euro dhe 3 automjete, 2 prej tyre me targat huaja dhe njëri prej tyre i blinduar. Sipas policisë, një prej mjeteve të sekuestruara, BMW, është përdorur nga 55 vjeçari për t'u larguar nga vendi i ngjarjes pasi plagosi 27 vjeçarin 2 ditë më parë në lagjen 24 maj. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari ka reaguar në lidhje me aksionin që policia ka kryer në qytetin e Vlorës, duke vlerësuar si shumë të rëndësishëm arrestimin e personave në kërkim kombëtar dhe ndërkombëtar. Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari ka përgëzuar policinë e shtetit për goditjen me sukses të një grupi kriminal me rrezikshmëri të lartë shoqërore në Vlorë në kuadër të operacionit policor të koduar grupi. Ministri vlerësoi si shumë të rëndësishëm arrestimin e personave në kërkim kombëtar dhe ndërkombëtar, kapjen e autorit të plagosjes së rënd të ndodhur pak ditë më parë, si dhe sekuestrimin e armëve të zjarrit, mjeteve të blinduara dhe provave të tjera kriminale. Këto rezultate janë dëshmi e profesionalizmit, vendorësmërisë dhe angazhimit të strukturave tona alizbatuese në luftën kundër krimit të organizuar, u shpreh ministri Lamallari. Duke theksuar qëndrimin e palëkundur të institucioneve ndaj kriminalitetit, Lamallari shtoi se lufta kundër krimit të organizuar është një betejë pa kompromis. Kushdo që mendon se mund të sfidoj ligjin, të cënojë sigurinë publike apo të ngrejë dorë mbi rendin dhe qetësinë e qytetarëve, do të përballet me forcën e shtetit dhe drejtësisë. Ndërkohë ministri Lamallari shprehu mirënjohje për çdo efektiv policie që shërben me përkushtim dhe kuraj, duke theksuar se ata kanë mbështetjen e plotë dhe të palëkundur të institucioneve. Operacioni i grupi u finalizua nga strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë së Vlorës në bashkëpunim me forcën kombëtare të sigurisë dhe në drejtimin e prokurorisë, duke çuar në goditjen e një grupi kriminal sipas policisë që vepronte në Vlorë dhe në Fier, si dhe në kapjen e disa personave me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Të nderuar shikues, kjo ishte dhe gjithçka e përgatitur për edicionin informativ këtu në Blues Televizion. Bashkë mirupafshim.